Mushkëri të pastra si kristal, kjo është receta që bën mrekulli. Astma, bronkiti, kolla dhe çrregullime të tjera të mushkërive po bëhen gjithmonë më shumë të zakonshme vitet e fundit. Fal përparimit të mjekësisë konvencionale, këto probleme respiratore mund të eliminohen shpejt, por shpesh medikamentet kanë efekte anësore negative të cilat mund të dëmtojnë shëndetin tuaj. Për fat të mirë, nëse gjendja juaj nuk është e rënduar dhe e kapni që në hapat e parë, atëherë mund t'ju vinë në ndihmë kjo recetë natyrale në kushte shtëpie pa efekte anësore. Përbërësit që u duhen janë: gjysmë kilogrami sheqer, 1/2 kilogrami qep të kuqe, gjysmë litri ujë, edhe 7 lugë mjaltë dhe 2 limona. Vendosini sheqerin në tigan dhe ngroheni në nxehtësi mesatare duke përzier vazhdimisht derisa të kthehen në ngjyrë ari. Në këtë pikë shtoni qepën e coptëzuar, pastaj e zjeni përsëri për disa minuta para se të shtoni ujin. E lini përzierjen të zjejë derisa lëngu të zhduket, pastaj e lini të qetësohet dhe shtrydhni disa limona. Pastaj shtoni mjaltin dhe i përzjeni gjithçka mirë. E lini të pushojë brenda natës, skulloni lëngun në mëngjes dhe hidheni në një shishe qelçi. Merrni një lugë çaji nga trajtimi para çdo vakti derisa të ndjeni rezultatet.